Mirë se erdhët të nderuar qytetarë dhe qytetare të qarkut Elbasanit. Në radhë parë dua të falenderoj për prezencën tuaj këtu dhe me thënë drejtën më bëhet zemra mal që jemi gjithmonë më të shumë. Unë sot nuk u flas thjesht si një kandidat i Lëvizjes Bashk, po si një person që me dërgjegje dhe me dëshirë kam zgjedhur të jem këtu. Unë sot nuk u flas si kandidat i Lëvizjes Bashk, po si një pjesë e qytetit dhe qarkut Elbasanit, e cila është zemra e Shqipërisë. E ati qarku që mendoj se meriton më shumë se sa thjesht premtime boshe, më shumë se sa mashtrime, më shumë se sa projekte të shkruajtur bukur në letër për të harruar në sistemet dhe në zyrat e pushtetit. Elbasani është një qendër e rëndësishme, ose më mirë themi ka qenë një qendër e rëndësishme industriale, është qyteti i dijes, i kulturës, i historisë, por është edhe qyteti i cili është harruar nga pushteti 35 vjeçar, i cili ka menduar vetëm për veten e tij dhe për të mbushur xhepat e njerëzve të lindur me të. Bravo! Unë kam zgjedhur të kandidoj këtu sepse Elbasani mendoj se ka gjithçka që i nevojitet për të qenë një qark i begat. Por i mungon një gjë shumë e rëndësishme. I mungon shteti që mendon për popullin. Lëvizja Bashk nuk premton thjesht fjalë boshe, por Lëvizja Bashk propozon një program të qartë për një shtet zhvillimor dhe për meritokraci. Neve kërkojmë të rrisim pensionet nëpërmjet miratimit me minimumit jetik, në mënyrë që dhe ata njerëz që kanë dhënë shumë në jetën e tyre të marrin atë që meritojnë. Ne propozojmë të rikthejmë qarkun e Elbasanit në një vend të zhvilluar industrial, duke përdorur bankën zhvillimore, duke përdorur instrumentat të cilët do e kthenin Elbasanin në atë qytet, në atë qark ku njerëzit do të kishin vende të mirë paguara pune. Dhe nuk do të kishin thjesht fasoneri ku gratë shfrytëzohen në mënyrë njerëzore me plaga mjerane. Ne kërkojmë të zhvillojmë bujqësinë e Elbasanit, duke përdorur kredite buta për bujqit, duke përdorur shoqëritë bujqësore, në mënyrë që t'i japim një vlerë të shtuar prodhimit shqiptar. Ne kërkojmë të ndërtojmë çerdhe, të ndërtojmë kopshte, të ndërtojmë qendra spitalore dhe qendra shëndetësore aty ku mundojnë, sepse kërkojmë t'i japim vlerë jetës njerëzore dhe dinjitetit njerëzor. Dhe po ashtu mendojmë pa këto nuk mund të ketë një shtet të zhvilluar. Ne kërkojmë të jemi deputet të cilët janë të gatshëm të përballen me çfarë do lloj presioni dhe të përballen me të keqen në parlament, të përballen me ato parti që 35 vjet kanë sjellur tek ju përfaqësues që thjesht janë mbyllur në zyrat e parlamentit dhe janë dukur vetëm një herë në 4 vjet. Ne kërkojmë të jemi zëri juaj në parlament dhe të mos jemi thjesht keqpërdorusit e 35 viteve të cilët kanë shpërdoruar lekët tuaja, kanë shpërdoruar besimin tuaj, kanë shpërdoruar votën tuaj, duke bërë të mundur që ky vend të jetojë në mjerim dhe ku shumica e të rinjve dhe shumica e këtij populli sot ndodhet në emigrim. Unë ju kërkoj të kthehemi një çik në vitet e para të demokracisë. Ne kemi 35 vite që dëgjojmë premtime nga më të ndryshme dhe më të çuditshme. E mbani mend besoj në fillim të viteve 90 ku na u premtua se do hanim me luk floriri, sa u bë dhe anekdotë kombëtare kjo gjë. E mbani mend siç e tham Ivani çekun e bardh. Por e mbani mend besoj edhe premtimin e fundit të Edi Ramës, i cili thotë se do marrim një pasaportë çuditbërse, pasaportën europiane, dhe neve do jetojmë të gjithë të mrekulluar dhe në pasuri. A thua se kjo pasaportë europiane është thjesht një copë letër që vjen me post në shtëpi? A thua se kjo pasaportë europiane nuk janë kritere që duhen plotësuar për standardin e jetesës? A thua se kjo pasaportë europiane nuk është që të mos ham mishin e pulës me salmonel? A thua se kjo pasaportë europiane nuk është
që të ecim të qetë dhe të lirë në rrugët e një qyteti dhe të mos na vi plumbi nga se presin. A thua se kjo pasaporta europiane nuk është presioni që i bëhet njerëzve të cilët duhet të votojnë një parti apo një tjetër. A thua se kjo pasaporta europiane nuk është kërcënimi me bukën e gojës për fëmijët nëse ju nuk votoni për një parti apo për një tjetër. Prandaj, mendoj se Lëvizja Bashk nuk u premton Luk Floriri, nuk u premton as Parajsa. Lëvizja Bashk u premton se nesër do jemi në krahun tuaj për çdo hall, për çdo problem, për çdo gjë që ju do keni, qoftë në shtëpi, qoftë në rrugët e këtij qyteti, në rrugët e qyteteve këtij qarku. Ne do jemi atje. Ne do jemi zëri, ne do jemi ju dhe ju do jeni ne. Unë nuk u përkërkoj thjesht votën. Unë u kërkoj që ju të bëheni aktivistë shoqërisë. U kërkoj që ju të flisni për të mirat dhe për të këqijat që ka qarku. Unë u kërkoj që juve nesër pas nesër, edhe sikur të zgjidhemi ne deputet. Jo, neve duhet na kërkoni llogari. Ne duhet të ndërtojmë instrumenta të mirë përcaktuar ku qytetari kërkon llogari. Jo thjesht jep votën një herë në 4 vjet. Prandaj, të bëhemi bashkë.